Nëse Aurela Gaçe është bisha e muzikës shqiptare, kjo është princesha, zonjusha e përjetshme korçare e muzikës shqiptare. Zonja dhe zotrin vjen Eli Para dhe Revolt Klan! E bardhë dhe bukur! Wow! Si e? Quna! Si e? Urime! E shera parë që kam ju vërë pak. Turo. Si jeni? Mirë? Si të kam. Mirë? Quna nga Vlora dhe Eli nga Korça. Ha, Sa e mirë që je. faleminderit. Nuk është e mirë Eli Para për zotin. Është... Nuk ka kohë, edhe në fakt është tani... Nuk po e them për sensin e keq, por nuk duhet kishe lindur në Shqipëri, ose duhet kishe ikur erët në Amerikë, që 10 vjeç se rritesh andej. Nuk e di pse do kishe ecur shumë ti. Çdo gjë është e shkruar. Jo, sigurisht çdo gjë është e shkruar, po domethënë unë mendoj që jeni dakord ju? Me thënë të drejtën do konkuronte me ndonjë Beyoncé, Shakira. Domethënë po ti kishe lindur andej, unë jam i bindur që do kishte bërë nami për gjithë elegancën dhe sharmin që ka. Si lindi bashkëpunimit? Pyesim po e nisë. Besoj ju e keni bërë fest. Po, muzikën e ka bërë Enis Mullaj, kompozitori, të cilin e përshëndesim shumë. Ishte një demo e bërë nga ai, ne u mblodhëm në studio bashkë me të dhe po diskutonim për një zë... Për vokalin që do ishte më femër, Do ishte ndarë që fillim që do ishte një femër. Po. Dhe gjatë punës, Enisi po e punonte, erdhi me një melodi shumë e ndjerë, ka pak balad brenda dhe absolutisht... Kush e ka për tekstin? Roni, cilin e përshëndesim. I përshëndesim të dy dhe Enisin dhe Ronin, meritoj një duart orkide se ka bërë një këngë gjatë këndshme, dhe pastaj absolutisht na vajti mendja the... Tani, unë mendoj që duhet ishte... Diva e Shqipërisë. Po pra, në kokën time, për ishtë të vërtetës, me gjithë respektin, por nuk mendoja që mund të pranoj bashkëpunime Eli. Ndërkohë, Eli ka pranuar e keni bërë. Ma shpjegoni pak kur e takuat, kur ja thatë, si ja thatë, së pasaj do marrim dhe variantin e Eli. Shiko, faktikisht Zanafilla, do me thënë ishte në një këngë tjetër të Elit, Gjan, që ka qenë hit i kësaj vere që sa po kaloj. Dhe kompozitori Adi më kërkoj mua për vokal, për pjesën e repit. Si dreqësha e Adila, si dreqësha. I madhesh. Një duart orkide për Adilën, edhe kjo një kolose. Duhet ja u themi, ose kam punu një jetë të tërë. U ikin kështu pa u thënë. Aty u njoha për herë të parë me Elin dhe më pas ishim në një event që organizohet në verë maratona. Po më maratona Klanës, s'ka problem. Thuaj, mëse kjo. Ishit të maratona bashkë me Elin. Po e pas e kishit dërkuar, e kishit shtruar tapetin. Jo, realisht gjërat erdhen natyrshëm. Si që tha dhe Bruno, do me thënë, ishte një demo që nuk e mendoj do të një artiste tjetër si mund të shkonte. E kupton, do me thënë, me Elin them se vajti në mënyrë më perfekte. Hirësia juaj si pranoj dhe pse tha po? Në fakt i ke bërë gjithmonë eksperimente. Mbaj mend dhe me Florin, me doktorin që ke bërë. Po, me doktorin, gjithmonë ke eksperimentuar. Fillimisht, ndoshta unë nisem nga energjia pozitive ose ndjesitë e mia. Kjo ndoshta ka qenë e para. Duke njohur repertorin e çunave shumë të përzgjedhur, bashkëpunime shumë të goditura, thash, okej, mbetej që të bia dakord me materialin, por jo për pjesën tjetër, pse ta vija në dyshim që duhet të bashkëpunoja me ta dy çuna kaq simpatik. Je xhelos ti, je xhelos. Jo, vërtet jam xhelos. Jo, vërtet tash nuk mendoj që të pranonte kaq kollaj. Dëgjova materialin. Je dakord me këngën? Më pëlqeu si material. U takuam disa herë për gjërat vogla dhe me Enisin, jam dakord që e këndshme, do vi, do bëhet, sepse unë edhe çunave kam thënë kur flasim, bisedojmë, këngën e bën këngëtari, nuk e bën kompozitori. E vërtet është. Në fakt duket ti ja ke dhënë atë hitën. Varet në duart e kujt bie dhe në shpirtin e kujt bie që ta interpretoj atë që ka bërë kompozitori. E kishte ndarë që më parë që do ishte klip kjo këngë? Apo po bëjmë një këngë dhe pastaj? Ky është projekti i çunave, këta i kanë bërë të gjitha. Faktikisht do me thënë
edhe me Elin kështu e diskutuam, do bëjmë audion, në rast se ne do ndihemi mirë që kjo audio do jetë perfektja, sigurisht që do ta kthejmë në një klip. Dhe për këtë rast falenderojmë dhe Max Production dhe Bledin do të thënë që... O Bledi, mi prapë në duar të tjide për Bledin. E pra. Maxi. Mirë, ku është zgjiruar klipi? Më tërgot sa detaje. Atëherë klipi është zgjiruar në Tiranë, në një resort. Okej. Detajet tjera... Aty është bëri gjithë klipi? Aty është bëri gjithë klipi. Aty njëjtin vend. Si ishte Eli në zgjerim? Ju lodhi? Jo, fare. Me më shumë energji se me thënë të drejtën. Vërtet? Për zotin, nuk të kënjej. Për zotin. Për zotin. Unë i përjetoj momentet e krijimit të një këngë dhe të çuarjes deri në fund, deri te klipi, në detaje. Dhe e bëj me kaq dashuri atë gjë, prandaj të dalin kaq të bukura. Si je si gocë vogël që japin lodrën dhe loz derisa të deri në fund, derisa më mbushet mendja e shijoj atë gjë. Se kam pyetur ti ri në post-produksion për të parë, jo si kam dalë te ky plani, jo profili, jo portreti, jo ndriçimi, jo. I shoh deri në fund. I kontrolloj deri në fund. Ja u merr shpirtin. Dua të bëhem e sigurt që çdo detaj është aty ku dua. Sa e kënaqur je nga 1/10 për këtë bashkëpunim? 10-a. 10-a, po ju çuna? Po të kishte 200, atëherë do ishte 300 dhe ne s'po dim çfarë termit. Deri te 10 atëherë. Ju tani duke qenë se ju kam për herë të parë se Eli ka bërë një intervistë shumë të bukur në emision për Ballë Pasqyrës. Jeni dy çuna nga Vlora. Me origjinë jam. Nga Skrapari. Nga Skrapari. Lindur në Çorovod, rritur në Vlorë, banues në Tiranë. Shqiptar, me pak fjalë. Nga Vlora. Po kështu jeni identifikuar si dy djem nga Vlora, keni bërë Revolt klanin i cili që nga emri ishte Revolt, ndërkohë rrugës keni prodhuar, keni bërë bashkëpunime, keni një formë që nuk është shumë mirë e përcaktuar. Juve keni bërë nga të gjitha zhanret e muzikës. Mund të ma shpjegoni pak filozofinë e grupit, pse kështu? Në kur thu Revolt klan ti mund të gjesh edhe bashkëpunime me atë rumunin? Me Mario Biskin, me Otilian, me Daniele Meon, me Elifarën, pasaj dali me Mariolën. Me Mariolën, pra si tush, ga më të gjerë nuk ka. Dhe për grupet nuk para është e thjeshtë. është filozofi grupi, ka ardhur natyrshëm, mund të ma shpjegoni të dy me radhë si të dënë. Faktikisht, muzika jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën sot është në eksperiment. Do me thënë Aziz nuk është me prerë me thikë. Edhe hip-hopi ka evoluar, do me thënë është new school, sepse bashkë kemi kolegë në hip-hop, e më kupton. Dhe po ashtu dhe ne si grup, do me thënë, kemi evoluar nga viti në vite. Nisë me Mario Biskin, me ID Lover, më pas me Otilian, Alician, e tjere me ra. Daniele Meo me Adesso Bala që... Ka qenë një sukses vërtet, ka qenë një prej këngëve tona më të mira. Do me thënë, gjatë gjithë kohës kemi eksperimentuar, dhe pse në thelb, Bruno është këngëtar, do me thënë që këndon pop, rock, balada, dhe unë jam më shumë tek pjesa e rapit. Ju, kush e menaxhon grupin, apo jeni vetë ju dy? Dhe këto kontakte duhet energji të ndërtohen? Faktikisht, ne për çështjen e menaxhimit, na ne të dy më shumë për këtë pjesë merret Febi, por në përgjithësi për projektet kemi pas kontakte me menaxherët e këngëtarëve të tjerë, të cilët kanë qenë absolutisht dakord, kanë parë dhe backgroundin ton, dhe çdo gjë ka qenë si me Elin, ka rrjedhur vetë, domethënë puna. Por Febi në përgjithësi nga ne të dy merret më shumë me menaxhimin e grupit. Ja kam besuar Febit. E qartë, në rregull. Tani ti Eli si e mban këtë pyetja e famshme, kur do plakësh ti? Si e kemi? Nuk mund ta pranojmë që të shkoj dhe unë 45 jetë, të na zër skleroza ne, prapë të vijun të them, pra si të gocë. Sigur dhe të japësh çik fund, ta mbyllësh. Jo, mos po jep përgjigju, troç. Mendoj që nuk ka ardhur ajo. Nuk ka ardhur ajo. Kur do të vi mo Eli se na hangre, u bën të u çpuan, i fryn, i oqën, i vun, nxjerr te shtyk te dhe si prapë. Ja. Okej, ka ndryshuar mentaliteti dhe mendimi dhe të gjitha. Ka shumë gra zonja që në moshën time janë po kaq të sharmante, të bukura, të mbajtura. I dhe me diplomaci. Po çfarë bën, na e thuaj, si është ajo pyetja, na thuaj recetën tënde të bukurisë. Pyetje kot. Cila është receta e bukurisë?
Bëna këto që lash me qumësht, apo ku t'i gjëmë? Jo, nuk mere me ujë lash. Thjeshtësia. Me qa, thjeshtësia. Jo, në fakt është... Janë edhe ka përshtyme dhe jeta artistike. Edhe jeta artistike. Më thënë koncerte. Ti vazhdojnë me të njëjtin intensitet? Sigurisht. Do më thënë Amerikë, Europë? Sigurisht që po. Dhe... Një lloj. Ku i gjenë? Do më thënë përveç pjesës monetare që është e rëndësishme, po kam përshtypjen se ka dhe diçka. Ku i gjenë atë forcën për të udhëtuar kaq shpesh me kaq energji? Do lodhesh se njerëzit se dinë. Është e lodhshme të bësh atë. Është e lodhshme, por unë preferoj më mirë të lodhem se sa të çlodhem. Se sa të çlodhesh, të vret pushimi. Lodhja më mban gjallë, më mban aktive, më e ndjej jetën. Po ju çuna? Me koncertet? Shqyqyr zoti mirë. Mirë? Ja, me thënë drejtën, jemi gjatë gjithë kohës aktiv, kryesisht në klubet shqiptare, paka shumë klubet më të mira, do me thënë, kemi qenë. Po jashtë? Jashtë, në kohën që kemi pas bashkëpunime me Mario Biskin, kemi lëvizur në disa shtete, dhe në kohën që kemi bashkëpunuar me Alisien. Po tani me Elin keni menduar një... Gjërat vinë njëra mbas tjetrës. Sigurisht, jo, po duke qenë se mbulohen shumë zhanre paralel. Sigurisht që po, unë do doja. Dhe fakt edhe do ishte shumë interesant. Po të pyes ty, si ka ndryshuar skena e koncerteve? Është brenda dhe jashtë Shqipërisë, është po e njëjta, është përmirësuar? Skena e koncerteve të paktën për jashtë flas, është gjithmonë e njëjta. Për fatin tim të mirë, më shumë kërkojnë këngëtar tradicional, sepse edhe ne kemi provuar që kur shkojmë jashtë, duam ato këngët e vjetra më shumë se sa të reja që dalin. Je më patriot, të kap nostalgjia, do t'jesh më në të kthesh në origjinën. Si ka mundësi mbas 26 viteve dhe prap ato i ruajnë atë dëshirën, ë? Prap. Edhe të rinjt. Domethënë besoj që edhe te koncertet tyre vinë dhe 16 vjeçar. Edhe të rinë. Do më thonë, ne bëjmë, çojmë atje dhe këngë të reja që kemi bërë, dhe unë ndihem shumë mirë që në këngë të fundit që kam bërë me Adi Ilën, që absolutisht të gjitha janë hite, e vërtet është. Më bëhet qefi që i këndojnë të gjithë në koncerte, i din, i këndojnë edhe gjithë brezat, kështu që kjo më mbush, më mban mirë kjo pjesë, por prap kur këndon Qiraxhiun e Grepenes, atje ulërima është në kupqellit. Para se ti që na këndosh dhe ne Qiraxhiun, çika? Ha? Do na këndosh çik. Ta ke bëra vas këtë punë? Po, vallai kur vjen sa të hajrit duhet ta bësh më. Si për shembull të kesh Aurelën këtu dhe mos ta këndoj kështu ball për ball për qefin tënd. Po. Për këtë e bëjmë këtë zanat, se për çfarë? Për lekë bëjmë. Po. Po ju çuna çfarë plane keni? Ne absolutisht kemi plane vazhdimisht, jo, kemi disa projekte të tjera që... Mund t'i themi nëse ka ndonjë gjë që mund t'a themi? Jo, si kemi konkretizuar akoma. Jemi në fazën që po realizojmë disa projekte. Bashkëpunime apo solo? Duam t'i lëm surprizë, do me thënë. Okej, po t'jeli? Këngë të re? Në ajër? Vazhdoj, nuk pushoj asnjëherë. Kur është më e afërta? Prap me Adi Ilën? Prap me Adi Ilën. Vazhdoj që të kemi material tjetër. Kur del klipi? Në mendje kam që të kem edhe 2 këngë të tjera, por folklorike. Do bësh folk. Ndonjëherë ndjej vetë që duhet ta prek atë. Absolutisht dhe bën mirë që e prek, se kur e prekin njerëz si ty ajo ngelet gjallë. Edhe njerëzit e kërkojnë. Absolutisht, por kur është e bërë mirë folku kush nuk e do. Ndoshta tek e fundit ajo është arma ime më e fuqishme. Ti ke kënduar ndonjëherë këngë të veriut apo Sigurisht që po. Është e çuditshme që unë më tepër kam kënduar live në Kosovë sesa në Shqipëri. Si ka mundësi? Si ka mundësi, është e vërtetë që ata shqiptarët e Kosovës janë shumë dhe Gjena, shkon shumë në Kosovë. Edhe ti keni shumë koncerta ndaj, edhe Endri dhe Stefi. Për herë të parë unë kam qenë në 97-ën kur kufit ishin akoma të mbyllur, Prishtina dhe gjithë Kosova ishte gri. Dhe ne jemi futur në Kosovë si ilegal. Ka qenë një muaj, ka qenë muaj mars, ka qenë një restoran super gjigant, kishte dhe emrin Mars, dhe kemi kënduar atje një muaj resht çdo natë, së bashku me
Ismet Pejën, me Ramadan Krasniqin, me gjithë këngëtarët e mëdhenj, gjithë estrada e Kosovës vinin atje çdo natë dhe u miqësua me gjithë ato grupe dhe artistët e mrekullueshëm. Pastaj mbas lufte kam qenë menjëherë prap në një tjetër vend, BBC, i vetmi që ekzistonte, dhe atje kam kënduar për rreth një vit. Një vit? Po, në Prishtinë. Kam qëndruar dhe me apartament. I paske rënjët e thella. Mirë, tani për herë të parë unë do e fusë në emision, do të aplikoj me ju, do bëjmë lidhje live në Instagram dhe unë do lexoj pyetjet që do bëjnë njerëzit e parë, se të ikim ti do na këndosh një çik ne. Okej, ta kemi dhe live, një çik, apo jo, jemi dakord? Atëherë, të gjithë ata që do hyjnë tani kanë të drejtën që të bëjmë pyetje për Eli Faren dhe për Revolt Clan. I pari, okej, i pari Blehart, bravo. Pyetje, dua pyetje dhe do i përgjigjemi, për lere turin më, dua pyetje për të ftuarit, se i bëj dhe vetë pyetjet unë. Për shembull, ku do ju gjej Kat me Shkurti? Ne si grup në Shqipëri. Aha, po ty? Unë nesër udhtoj për në Itali. Dhe të bëj një pyetje, a i e dashuruar? Gjithë jetën. Gjithë jetën? Atë vdezë, gjithë jetën e dashuruar. Eli, pse e ka që bukur? Ok, edhe ti live. Pse je e bukur? Po është, sa vjeqare je? Aha. Se themi. Aq. Sa operacione ke bërë? Asnjë. Asnjë. O plak, sa ta vej Realin të ty? Sa ta vej Realin? Real Madrid. Je out nga futbolli, mirë. Si ka mundësi që vjen vetëm të urinu? A je single Eli Fara? Edhe jam. Edhe jam. Të lutem, a është single goca jote të tjeri? Qa pyetjesh, në të thella yre. Kujdese për gocën të rreva jote. Okej. Sa pasuri keni quna? What's your net worth? Pa fund. Sa le keni mo? I do këshu të sakta, apo? Po. Bruno e qunë Flori. Nuk tregohet. Bruno është ai, unë jam Febi. Bruno e amon faktikisht. Bruno je ti, more. E të pesme se kështë ndonjë të ngatroj njëri me emrin e vetë. Unë dhe Bruno e njësë, si jam unë Bruno. E bëra me shaka. E bëra me shaka. Në do që na i ngatroj në emra gjithmonë. Po, unë jam Bruno. A i është Bruno? Okej, mirë. Atere, më thuaj pak pëse Eli Fara kalon herë nga popullore, herë në muzikën e thjeshtë, të themi këtë. Ku ka më mirë, sepse ndje më e kompletuar si artiste. Unë këngën popullore kam timen, e thash që është arma ime më e fort. Kjo më jep mundësi që të shtoj në gjinitet e tjera muzikore edhe atë motivin që më vjen nga populloria dhe e bën më interesante. Okej, më përshëndet që Skrapali më thot, na këndoj një këngë nga Skrapari. Po e këndoj unë në vend të Bruno. Jepi, këngë nga Skrapari, okej. Ure me vërtet qa këngë nga Skrapari? Dhe të dëgjëm njerë. Beqëmore, shokëm beqëmore për te. Për te urës qamë dhe. Wow, për drejtje. O të mi bëni falën e së more të dy që të more të mishesë. Oj, oj, ore të midle e ojqa të resër. Tani hape pundi këto. Na vëhet nami. Ore, ku është mikrofoni që thëmë blokon mikrofonin këta? Ku është mikrofoni këtu? Ndoshta është poshtë. Por nuk e bëkoj. Eli thoj të duan shumë ty të përshëndet gjithë Skrapari, vlla, i ka marrë malli. Përshëndetje Tropojën të lutem. Tropojën? Hape pun vetës të që. Ua, e bukur kjo. Qfar, koncert recital këtu? Tu të shi një Tropoj e dum dhe një Tropoj. Pik mere ma, shero, shero, hajde pik mere ma. Daj zëllu pe qero në katër rema. Kjo ishte. Tani, unë e bëj me qeftë, thonë duhet janë 10 mesazhe puthe që keni tënë. Mua! Puthe, quna nuk i puthë, jo.
Përshëndetje nga Madridi, wow, Eli e fantastike, çuna jeni njësa, çuna ju dashkan shumë. Ju kemi shumë gjanë të gjithve, a Shkodra, po një këngë korçarke për ta mbyllur, thot. Jo, për ta mbyllur e vendos unë kur e mbyllin, po. Jeni yjet të Vlorës, thot njëri. Okej. Një korçarke. Tani edhe një korçare. Rrugës i trishtuar, Keqen. dikush po ecën një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdi fundi, i kudela. Revolt Clan të papar, Bruno, a je single? Jo. Jo, je i lidhur. Po ti je single? Jo, i lidhur. Të lidhur. Çunat janë të kopsitur. Jemi të sistemuar, mirë. Okej. Të ranë leshe dhe me atë bykuri, e vërtet është vëlla. Mirë, përshëndetje nga Kina, përshëndetje nga Presheva, puth edhe njerë, jo nuk e puth më tashe, dua ta puth dhe unë, thot Emanuele. Pyetje, ha, keni me ta mbyllë, se do e mbyllë pasaj, më stoni. Okej, faleminderit, mirë në regull, kush i lë single ata çunat, s'jam pra single, sa e bukur kjo. O, loqk, 18 vjeçare je. Faleminderit. Mirë. Okej, nga Struga, përshëndetje, ju duam shumë. Vërtet shumë, tani unë duhet ta mbyll, sepse duhet të iki, ju falenderoj të gjithve. Bruno, a je për PlayStation 4 vlla? Se njo fare këtë fushë. Çfarë marrëdhënie ka Eli me vajzën? Si jeti me Marinën? Jeni shumë shoqe? Jam si që është nëna me bien. Okej, të jep mend Marina ty për klipet për gjërat? Po, më jep mend. Është fan se Elit Marina apo është kritike? Më ushqen shpirtërisht, është kritike dhe më pëlqen që ka shihet mira muzikore. Është mjaft e edukuar. Edhe e dëgjon ti atë? E kam zili për këtë, është mjaft e dashur dhe ndihem. E dëgjon ti atë? Patjetër që e dëgjoj. Okej, Ka në rregull. informacione shumë se sa unë në fushën e muzikës. Më surprizon nga një herë. Me këtë do bashkëpunosh? Është mirë. Tjetër tani. Tjetër tani? Po. Sekret. Sekret, nuk do ta thuash. Bruno, të merr. Mos e rezo, që është dhe granat? Jo. Bëj ato, mos më flisni kështu. Lesh ti, po ç'i bëjmë aty? Mirë, në rregull. Askush nuk thot një fjalë të keqe. Edhe juve ju dashkan shumë, edhe ty të dashkan shumë, o princesh. Unë ju falenderoj të gjithë dhe ikëm, ku do jeni për Shën Valentin, ku do këndosh? Në Itali. Në Itali. Juve jeni në? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Okej, nuk po e themi. Ku atëherë ju falenderoj të gjithë dhe jeni shumë të mirë. Ishte e mbyllëm Dana, okay? Patëm gjitha ato mesazhe, të gjitha për ju. Ishte një atmosferë shumë pozitive. Eli Fara dhe Çuna ishte një kënaqësi shumë e madhe. Urime dhe juve për këngën Nokia e vjetër. Faleminderit. Unë në CV të kam ty për tekst. Se kam bërë ty asnjë tekst. Do më bash, nuk e nga shkon. Po, do e bëj njerë. Ja të sakë që se cili vë ato targetet në jetën e vetë profesionale. Unë e kam lënë atë sport, po përsa njërës ja vlen gjithmonë. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, uroj shumë suksese. Kënga në fakt ka ecur shumë mirë për isën vërtetës. E pash për para se të hynim emision. Sepse nuk ka si ndodhë ndryshe, energji e re, energji pozitive, me një princes dhe thash, Aurela Gaça do mbetet bisha e skenës. Kjo është hirusja e përjetshme. Ishte kënaqësi, kisha Revolt Clan dhe Eli Farën. Faleminderit. Faleminderit Bruno. Faleminderit zemër. Mirupafshim. Do dilni këtej, kujdes.